Një deklaratë e fortë dhe jashtëzakonisht shqetësuese për Shqipërinë vjen nga Sibel Edmonds, ish përkthyese me kontratë e FBI-s dhe një prej denoncueseve më të njohura amerikane për çështjet e sigurisë kombëtare. Pas punës në FBI, Edmonds u bë e njohur për akuzat e saj mbi probleme serioze brenda strukturave të përkthimit dhe inteligjencës amerikane, ndërsa më pas ndërtoi një karrierë në gazetarinë investigative dhe themeloi NewsBud. Në një video të fundit të publikuar në kanalin e saj në YouTube, Edmonds e vendos Shqipërinë në qendër të një skenari që sipas saj shkon shumë përtej konfliktit politik të brendshëm. Ajo thotë se gjatë orëve të fundit ka marrë informacione për armë të palikshme që po transportohen nga Turqia drejt Shqipërisë, ndërsa pretendon se bashkë me to po lëvizin edhe operativ. Pretendimi më i bujshëm i saj është se këto armë nuk po dërgohen thjesht për qëllime kriminale, por mund të përdoren për të krijuar artificialisht një akt terrorist ose një incident të dhunshëm gjatë protestave. Sipas Edmonds, qëllimi do të ishte që përgjegjësia tu atribuojë protestuesve shqiptar dhe më pas të krijojë justifikimi për një goditje të ashpër ndaj tyre. Ajo e quan këtë një skenar të tipit operacioni Gladio, duke e lidhur me mënyrën se si sipas saj operacionet të fshehta janë përdorur historikisht për të krijuar ngjarje që më pas i atribuohen një armiku të caktuar. Në këtë rast, thotë Edmonds, armiku do të ishin protestuesit shqiptar. Sipas saj, pikërisht fakti që protestat kanë vazhduar për më shumë se 75 ditë dhe kanë ndërhequr vëmendjen ndërkombëtare, i ka kthyer ato në një problem për aktor të fuqishëm. Edmonds përmend drejt për drejt NATO-n, administratën Trump, Izraelin dhe Jared Kushner, duke pretenduar se projektet e tyre strategjike dhe ekonomike në Shqipëri janë një prej arsyeve të këtij shqetësimi. Një pjesë e rëndësishme e deklaratave të saj lidhet me Sazanin. Edmonds pretendon se një pjesë e ishullit do të zhndërrohet në një bazë izraelite me kapacitete inteligjence dhe radarësh, duke e lidhur këtë me projektet e Jared Kushner dhe me një plan më të gjerë për zgjerimin e pranisë strategjike izraelite në Mesdhe dhe Adriatik. Ajo përfshin në këtë panoramë dhe aeroportin e Vlorës, portet shqiptare, trafikun ndërkombëtar të kokainës, Greqinë, Kiprën dhe Malin e Zi. Sipas saj, këto nuk janë zhvillime të shkëputura, por pjesë të një harte më të gjerë gjeopolitike, në cilën Shqipëria ka fituar një rëndësi shumë të madhe. Por Turqia është pika kryesore e argumentit të saj. Edmonds e përshkruan Ankaran si ndërmjetësin përmes të cilit mund të lëvizin armët dhe operativët dhe lidh këtë me marrëdhënien e ngushtë mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Ajo shkon edhe më tej duke bërë një sër deklaratash shumë të forta për gjendjen e presidentit Erdogan, për rolin e ministrit të jashtëm Hakan Fidan dhe për gjendjen ekonomike të Turqisë. Sipas Edmonds, Ankaraja ndodhet në një pozitë aq të vështirë sa është e gatshme të pranojë kërkesa të ndryshme në këmbim të interesave financiare dhe politike. Në fund, Edmonds u drejtohet shqiptarëve dhe veçanërisht personave brenda strukturave shtetërore që sipas saj mund të kenë informacion mbi lëvizjen e armëve. Mesazhi i saj është i drejtë për drejtë. Nëse po përgatitet një provokim, protestuesit duhet të jenë jashtëzakonisht vigjilent, sepse një incident i vetëm mund të ndryshojë të gjithë situatën politike në Shqipëri. Deklarata e plotë e Sibel Edmonds në kanalin e saj në YouTube. Gjatë orëve të fundit ka marrë disa informacione shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për armë të teknologjisë së fundit dhe të palikshme që po dërgohen dhe transportohen nga Turqia. Ajo që më është thënë është se në Shqipëri do zbatohet operacioni Gladio. Reagimi im i parë ishte shumë i thjeshtë. Në rregull, atëherë bëhet fjalë për mafian shqiptare. Turqia ka qenë prej vitesh një nyje për gjithçka që mund të imagjinoni: drog, trafik organesh, trafikim seksual të fëmijëve, trafik armësh, ISIS dhe terrorizëm. Turqia ka qenë qendër e shumë prej këtyre aktiviteteve dhe sipas meje kjo nuk është një akuzë re, por diçka që është dokumentuar prej vitesh. Fillimisht mendova se ndoshta një pjesë e këtyre armëve po përfundonte në Shqipëri në duart e njerëzve që i kërkonin për arsye kriminale, por pastaj mendova, Shqipëria është antare e NATO-s, ka marrëdhënie të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara dhe ka strukturat e veta të sigurisë. Atëherë pse do të shoheshin armë të palikshme nga Turqia? Dhe ja çfarë shpjegimi ka marrë? Protestat në Shqipëri kanë hyrë në ditën e 80 dhe kanë filluar të bënë një problem serioz, dhe jo vetëm për qeverinë shqiptare, por për njerëz dhe struktura shumë të fuqishme. Ato po bëhen problem për NATO-n, veçanërisht për Trump, për Jared Kushner dhe për Izraelin. Unë kam raportuar për këtë që në nëntor dhe dhjetor të vitit 2025 mund t'i kërkoni ato materiale dhe t'i gjeni në publikimet ku janë botuar raportet e mia investigative. Një prej çështjeve që kam trajtuar është Sazani. Një e treta e ishullit, sipas planeve që kam raportuar, do të shndërrohej në një strukturë të një rëndësie të jashtëzakonshme strategjike. Unë e kam quajtur Satan Island, duke e lidhur me çështjen që kam trajtuar rreth Epstein dhe trafikimit seksual të fëmijëve. Një e treta e Sazanit, ku ndodhen bunkerët e ndërtuar që nga lufta e dytë botërore, do të bëhej dhe sipas meje vazhdon të jetë në plane si një bazë zyrtare e ushtrisë izraelite me kapacitete inteligjence dhe radarësh. Përballë saj është ndërtuar aeroporti i ri në Shqipëri, për të cilin pretendohet se ka patur edhe mbështetje financiare nga interesa të lidhura me këtë
rrjet. Sipas skenarit që kam raportuar, kjo krijon një infrastrukturë që mund të përdoret për lëvizje të ndryshme, përfshirë edhe trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Mjafton të shihni hartën, shikoni se si Izraeli ka zgjeruar praninë e tij strategjike në Mesdhe përmes marrëdhënieve me Kiprin dhe Greqinë, dhe se si kjo hapësirë shtrihet drejt Shqipërisë dhe më tej drejt Malit të Zi. Greqia është në një presion të jashtëzakonshëm ekonomik dhe financiar, dhe ky presion po shfrytëzohet për blerjen e tokave dhe ishujve, por kjo është një temë tjetër. Pastaj kemi Shqipërinë. Po flasim për projektin e Izraelit të madh. Shumë njerëz mendonin se gjithçka do të përfundonte me Turqinë dhe një Kurdistan të madh. Jo, Izraeli po lëviz më tej në Mesdhe, nga Kipria drejt Greqisë, Shqipërisë dhe më pas Malit të Zi. Dhe pikërisht këtu fillon situata të bëhet shumë interesante. Në ato Shtetet e Bashkuara, Jared Kushner dhe Izraeli po përballen me një problem. Protestat nuk po ndalen. Në nëntor dhe dhjetor të vitit 2025, shumë pak njerëz jashtë Shqipërisë po i kushtonin vëmendje kësaj. Tani e gjithë bota po e sheh. Kjo po kthehet në një fiasko dhe bashkë me këto dërgesa armësh po përdoret edhe Turqia për të futur në Shqipëri operativ shqiptar dhe turq, të cilët sipas informacionit që kam marr lidhen me rrjete kriminale dhe me atë që unë e konsideroj pjesë të mafias shqiptaro-turke të kokainës. Kjo është diçka e re, është diçka që po ndodh tani. Sipas informacionit tim, po planifikohen operacione terroriste të fabrikuara. Qëllimi është të bëjnë protestuesit shqiptar të duken keq, të heqin besueshmërinë dhe ta kthejnë opinionin publik kundër tyre. Dhe kjo është pikërisht mënyra se si ka funksionuar operacioni Gladio që nga fillimi i tij. Pas luftës së dytë botërore deri në rënien e Bashkimit Sovjetik, krijoheshin situata dhe ngjarje që më pas mund t'u atribuoheshin komunistëve ose simpatizantëve të tyre. Shembulli i bombardimit të stacionit të trenit në Bolonjë është një prej rasteve që lidhen me këtë histori. Mesazhi ishte i qartë: shikoni çfarë bëjnë komunistët, shikoni çfarë bën Bashkimi Sovjetik. Kjo krijonte frikë dhe jepte sistemit një armik. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, armiku duhej të zëvendësohej. Dhe atëherë erdhën Al-Qaeda, 11 shtatori, ISIS dhe terrorizmi ndërkombëtar. Komunizmi dhe Bashkimi Sovjetik u zëvendësuan me një armik të ri. Mos harroni industrinë gjigante të armëve, por bëhet fjalë për kompanitë që prodhojnë armë, si Lockheed Martin dhe të gjitha kompanitë e tjera të mëdha të këtij sektori. Ekzistenca e një kërcënimi të vazhdueshëm është një çështje me rëndësi etike. Tani kthehemi tek Shqipëria. Në fillim protestat u vlerësuan, menduan se njerëzit do të lodheshin, do të ktheheshin në shtëpi dhe do të dorëzoheshin, por kjo nuk ndodhi. Dhe tani me vëmendjen e botës mbi Shqipërinë, po marr informacione shumë serioze. Po bëj këtë material në orët e vona të natës, në minutën e fundit, sepse dy burime të besueshme në Bullgari më kanë thënë se operativ terroristë dhe armë po kanalizohen drejt Shqipërisë. Çfarë më tregon kjo? Më tregon se ka shumë gjasa që të përpiqen të krijojnë artificialisht një ngjarje ku disa protestues shqiptar të duken përgjegjës për humbje jete, terrorizëm dhe përdorim armësh. Mendoni për një protest ku në rrugë dalin qindra mijëra njerëz. Nëse vërtet kemi një turm prej qindra mijëra protestuesish në një vend me rreth 2.5 milion banor, atëherë kemi një situatë ku një incident i vetëm mund të krijojë kaos të jashtëzakonshëm. Në një turm të tillë, askush nuk mund të përcaktojë menjëherë se kush qelloi, nga erdhi arma apo kush e shkaktoi incidentin. Pastaj gjithçka mund të përshkallëzohet, të ketë viktima dhe përgjegjësia të faturohet protestuesve shqiptar. Ta njerëz janë bërë një shembull rezistence, para tyre duhet u jap meritat serbëve. Serbët arritën të ndalonin projektet e lidhura me Izraelin dhe Jared Kushner, pavarësisht se qeveria e tyre ishte e korruptuar. Shqiptarët po e bëjnë këtë prej më shumë se 75 ditësh. Tani NATO, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë, mjaft është mjaft, por ata nuk do ta bëjnë drejt për drejt. Do të përdorin partnerin e tyre, shtetin ndërmjetës, shtetin që unë e konsideroj një narkoshtet dhe shtet kriminal, Turqinë. Bëhet fjalë për qeverinë e Erdogan. Ai ka qenë një prej mbështetësve më të mëdhenj të Edi Ramës dhe të qeverisë së tij, por sipas informacionit që ka marr, Erdogan nuk është më ai që merr të gjitha vendimet. Gjithçka po menaxhohet nga Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Turqisë. Hakan Fidan deri në vitin 2016 ishte kreu i MIT, shërbimi kombëtar i inteligjencës turke. Mendoni për kreun e CIA-s që bëhet ministër i jashtëm. Ky është Hakan Fidan. E pastaj kemi gjendjen ekonomike të Turqisë. Turqia nuk është thjesht në prag të falimentimit, sipas meja ajo ka falimentuar, po përpiqet ta fshehë këtë nga populli. Thesari është bosh, parat po mbarojnë dhe gjatë javëve të fundit, Turqia ka shitur gjithçka që mund të shes. Toka, prona, sete strategjike, qendra të dhënash, edhe prona në qendër të qyteteve janë shitur, përfshirë transaksione të lidhura me palantirin e Peter Thielit përmes një vendi ndërmjetës, Emirateve të Bashkuara Arabe. Ata janë të dëshpëruar, dhe kur një vend është në një pozitë të tillë, është i gatshëm të bëjë shumë gjëra për para, terrorizëm, narkotik, operacione të ndryshme, gjithçka që Trumpi dhe Izraeli mund t'i kërkojnë. Prandaj Turqia është vendi përmes të cilit mund të dërgohen armët dhe operativat. Edi Rama është partneri i rëndësishëm i Ankaras, dhe Turqia është një prej aleatëve të tij më të fortë. Në këtë pikë ata mund t'i thonë po çdo urdhri, për sa kohë që pas tij ka para. Arsyeja pse po e përgatis këtë lajm urgjent është se kam punuar gjithë ditën. Kam qenë duke punuar që nga ora 8 e mëngjesit në projekte të tjera dhe raporte investigative dhe kam regjistruar tashmë 2 video, po më ikën zëri, por nuk dua të humbas kohë. Nuk dua që Shqipëria të humbas kohë. Nuk di çfarë tjetër t'u them shqiptarëve, përveç se të jenë jashtëzakonisht vigjilent. Dhe jam i sigurt se ka njerëz brenda Shqipërisë që e dinë se çfarë po ndodh.
njerëz që janë në mënyrë të fshehtë në anën e protestuesve dhe atyre u bëj apel. Ju e dini se këto armë nga Turqia përmes operativave dhe transportit turk po vinë në Shqipëri. Ju e dini edhe arsyen. E dini që synimi është të krijohet një akt terroristi i fabrikuar që protestuesit shqiptar të duken keq dhe të krijohet justifikimi që Edi Rama të godas protestat, sepse si pjesë e BE-s dhe NATO-s dhe në kuadër të opozitës së Shqipërisë në Evropë, Edi Rama i ka duar disi të lidhura për të përdorur të njëjtin nivel force që Erdogan mund të përdorë në Turqi. Prandaj, nëse një ngjarje e dhunshme i atribuohet protestuesve shqiptar, kjo do të jepte Edi Ramës justifikimin për të goditur fort, për të arrestuar protestuesit dhe për të paraqitur represionin si një masë të nevojshme. Turqia është vendi ndërmjetës. Turqia është proksi e operacionit Gladio. Nëse nuk e keni parë videon time tjetër, shikojeni. Ajo doli 2 ose 3 orë më parë dhe shihni lajmet. Mediat amerikane nuk po e mbulojnë këtë. Ka disa gazetarë investigativ shumë të besueshëm në Europë në publikime më të vogla që po nxjerrin informacione për këtë çështje. Dërgesat e fundit të armëve që po transportohen nga Turqia drejt vendeve të ndryshme të Europës janë interceptuar. Një prej pikave të tranzitit është Bullgaria. Urimet e mia në Bullgari janë shumë të sigurta. Ato më thonë se gjatë javëve të fundit, kjo ka qenë një prej disa dërgesave që janë interceptuar. Këto armë po lëvizin. Një pjesë e dërgesave me armë të palishme po futet në Shqipëri. Ata kanë plane. Këto janë planet e operacionit Gladio. Ata duan të krijojnë artificialisht një incident ose disa incidente përmes armëve dhunës dhe ndoshta edhe bombave, në mënyrë që përgjegjësia të faturohet protestuesve. Në këtë mënyrë mund të justifikohet goditja ndaj protestuesve shqiptar, burgosja e tyre dhe përfundimi i protestave. Për kë? Jo për Shqipërinë, për Xherit Kushnerin, për Izraelin, për trafikun global të kokainës.